Pse të shumë kush ekziston një frikë e madhe, një pakjartësi tejet e lartë përballë çështjes së zgjedhjes, për me bë zgjedhje në jetë. Ku qëndron problemi? Pse ton kjo droje e pasiguri? Kam përshtypjen se problematika qëndron te mungesa e lutunit, te mungesa e lutjes. Nuk e bisedojmë me Zotin, nuk e shprehim atij, nuk e thellojmë me të, nuk kërkojmë ndriçimin e shpirtit të Zotit, e nuk e lypim një gjatë tillë. Krishti para se me bë zgjedhjet mëdha, para se me zgjedh nxënësit e vet, sparit, lutet, i flet atit, e bashkë bisedon me te, e qartëson me te. Atëherë është i gatshëm për me bë zgjedhje të jashtëzakonshme. Le të kërkojmë edhe na me hyrë në një këtë marrëdhënie me Zotin, që t'ja thojmë atij, t'ja shprehim atij të tona. Ai ka me gjithë mënyrën për me na dhënë mundësi me zgjell, e sidomos me zgjell me kënd lumtur. Kjo është më e rëndësishme. Pa Zotin, gjithçka është katrim.